Blehet rrym zotri Rustemi dhe mund të blehet edhe nga Serbia në këtë rast, që dihet ndikimi i Rusisë tek Serbia. Nuk është duke u blerë rrym nga Serbia, dhe po Kosova o diskuton opcionet e pavarësimit të saj energjetik. Në raport me gazin, edhe ministrja ka sqaruar që ne shohim mundësinë e bashkëpunimit me termocentralin e Vlorës, do të thonë si le të themi edhe bashkëpunimi drejt për drejt me dy efekte pozitive, dhe të bashkëpunimit me Republikën e Shqipërisë, po ndërkohë edhe të përmbushjes së këtyre orientimeve geopolitike, geostrategjike të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Por detajet, po them, duhet të diskutohen me personat përgjegjës dhe me institucionet mbi gjitha përgjegjës. Se nganjëherë mund të jesh edhe vetë ekspert, por nuk mund të kesh gjitha informacionet e fusha dhe aspektet që i afekton një veprim në një vendim. E një mirë në base aspektin e leverdin e gazit dhe furnizimit, por nuk e një aspekt tjetër. Le të diskutojnë njerëzit të fushës. Është dhe përbusje për ekspertizën, kur secili flet, jo veç po them që është përbusje për ekspertizën, për shkollën, për dijen, kur secili flet me kompetencë